Sot pranë vetes kam kandidatin nga Partia Demokratike e Kosovës, Isak Neziri me numër 99. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht, faleminderit shumë që pranove emisionin 05. Megjithëse, faleminderit shumë. I nderuar jemi në sheshin e Ferizajt, të falenderoj edhe një herë që erdhe këtu për intervistë, po du me fillu kështu, na trego pse qytetarët e Kosovës duhet besojnë votën Partisë Demokratike të Kosovës, sipas teje. Sipas me mendimin tim, qytetarët e Kosovës për me votu Partinë Demokratike kanë 1 milion arsye, por po mundohem të i veçoj disa pika të shkurta. Ashtu. Në këtë rast qeverisjen aktare që është, apo 60 vjet që kanë qeverisë, 6 vjet e fundit, është ajo që vërtet nuk ka dëshmu për qytetarin absolut asnjë rezultat pozitiv në asnjë fushë. Për mua me rëndësi siguria, shëndetësia, arsimi dhe ekonomia. Kështu që këto fushat, katër shtyllat e shtetit janë të cilat Partia Demokratike i ka për qef, edhe në të kalumen, i ka përëmtu, i ka përmbush, edhe nga pavarësia, edhe shtetërtimi, edhe shkollat, spitalet, autostradat, infrastrukturën, po e thamë tash në shtet, të gjithë janë nga Partia Demokratike, me vullën e Partisë Demokratike. Këtu janë arsyet mjaftueshme që duhet me shtatë qershor Partia Demokratike të votohet. I nderuam, po du me të pyet pak, po besoj që edhe shikuesve ju intereson si po e sheh situatën momentale aktuale politike në vendin tonë. Kjo të mendoj që në pika shkurta më ndonë prapë të përmbledh. Politika aktuale në Kosovë është vërtet denigruese, ka degradu dhe është në degradim të shtetit, thuajse edhe në bankrot të shtetit. Dhe unë shoh që duhet patjetër një ndryshim, duhet patjetër të ndrohen politikat ndaj qytetarëve të Kosovës ose për qytetarët e Kosovës që të kenë jetë të dinjitetshme, që të keni pak të dinjitetshme. Mendoj kjo aktualisht që është bërë tash në ditët e fundit dhe në muajt e fundit, shpërndarja e buxhetit të shtetit në forma të ndryshme, në një farë formë limosh për qytetarët, kjo nuk është dashur ndodhë. Kjo është dashur ndodhë në rrugë tjetër institucionale që me përfitu qytetarët çdo muaj, jo vetëm një herë. Para zgjedhjeve këtë rast. Ashtu, po ecim kështu dal nga dal sheshin në Ferizajt, po du me prek pak temën e fondacionit për leotrimin. E ke hapë këtë fondacion, a trego pak më gjerësisht për ata që nuk janë ndjeni për këtë pjesë? Po, me shumë dëshirë. Fondacioni Leotrim Ahmetit është hapë në mes fushatës, po e thamë të nënë shkurtit administrativ dhëtorit, dhe më 5 ditë që kemi shkuar në zgjedhje, është hapë në Minhen të Gjermanisë, qëllimisht në Minhen të Gjermanisë, për shkak se duhet të jetoj Fondacioni Leotrim Ahmetit, duhet të jetoj përsa ne kemi mirë. Për qëllim ka që studentët e Kosovës të përfitojnë bursa në emrin e Leotrim Ahmetit, që ne kupton përmes bursave dhe historisë, do të mësojnë historinë e Leotrim Ahmetit, po edhe të shumë leotrima të Kosovës. Kjo ka qenë qëllimi i themelimit fondacionit. Çfarë ndjenje për ty realisht që ke hapë këtë fondacion dhe thashe sa ku janë bërë? Tash një vit, parakorsisht po, bursat e parave që kemi nda vitin e kaluar dhe tash pritet në këtë vit prapë të ndahen bursat në muajin shtator për nxënësit e Kosovës dhe ka për qëllim që për çdo vit të i rris bursat për student. Kjo është çka është me veçu që nxënësit kanë me përfitu. Ashtu e mirë kjo. I nderuar, pse pasi që jemi në Ferizaj e din që Partia Demokratike qeverisë këtu edhe ka goxha shumë simpatizantë, desha të pës. Pse ata që votojnë Partinë Demokratike duhet votojnë edhe ty veçanërisht Isak Neziri me numrin 99? Me që unë tash thuaj se mbi 2 dekada ose afër 3 dekada jetoj në Gjermani, në Minhen të Gjermanisë, dhe besoj që nga 2010 me punë tona aktiv në Kosovë, por edhe në lidhje të biznesit, edhe forcimi i eksportit, po njëkohësisht edhe sjellja e investorëve, individualisht është dëshmu. Janë 4 shtyllat, po të thej prapë që unë mendoj që ne si Bergat, me që unë vi nga Bergata si kandidat e Bergatës, mendoj që kemi mundësinë përmes programit të Petri Hamzës, përmes kryeministit tonë të ardhshëm, përmes programit të Partisë Demokratike të i forcojmë 4 shtyllat e shtetit. Sigurinë, që është shumë e rëndësishme për vendin tonë, zhvillimin ekonomik, vena pune, që nuk kupton mos largim i rinisë, shëndetësinë dhe arsimin. Këto janë 4 shtyllat që unë i kam përqef, ose Partia Demokratike në programin vetë i parashef, dhe i ka pa vërtet që duhet patjetër të i menaxhoj të merr qeverisin dhe të rikthej prapë, po e tham tash atë vullnetin për jetesë Kosovë dhe mos të mbys shpresën e qytetarëve që kemi aktualisht 6 vite. Ashtu, i nderuar, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që pranove emisionin 05. Faleminderit juve. Përshëndetje, respekt. Suksese. Faleminderit. Ishte emisionin 05, ishim këtu me kandidatin nga Partia Demokratike Isak Neziri me numër 99.